Përshëndetje miq të rrjetit radio televizionit shqiptar, Entja Mbërreti dhe ne jemi sërish bashkë në përtej rrjetës. Një javë mbushur me sfida, me emocione, por sigurisht dhe me lot triumfi e lot zgënjimi. Megjithatë, të gjitha ishin për llogari të ligës Gjergj Kastrioti e zhvilluar në Kosovë. Fillimisht më duhet të prezantoj analistin ton të përhershëm, Marian Farka. Përshëndetje, mirëmbrëma. Do të ndjekim një insert dhe do të rikthehemi në studio për të diskutuar. Drita fituese e këtij edicioni, ndërkohë që një Skënderbej i cili nuk arriti as në finale duke u skualifikuar që në gjysmëfinale. Sfida mjaft interesante, një drita e cila e udhëhoqi këtë ligë Gjergj Kastrioti, ndërkohë një Skënderbej që zhgënjeu, të themi kështu. Si pam këtë përballje? Ishin përballje të forta, të dyja gjysmëfinalet ishin të bukura. Me bukur dhe me luftuar ishte Fair Volley me Ferizajn, një ndeshje e cila megjithatë ishte dramatike deri në pikët e fundit të setit 5. 2-0 për Fair Volley dhe pastaj 3-2. Megjithatë volejbolli i tillë është, ndryshimet që ndodhin brenda lojës ndodhin shpejt edhe nganjëherë të pakuptueshme. Dhe nxjerrin fitues ndoshta jo atë që e fillon si fitues. Megjithatë, ajo që unë do desha të diskutoja më shumë është Skënderbeu me Dritën. Ishte një finale e parakohshme. Ashtu siç ishte finale e edicionit të kaluar. Po, me që ishte edhe finale e edicionit të kaluar dhe ku, siç e thatë dhe ju, Skënderbeu ishte fitues, por që në këtë ndeshje nuk ishte ai Skënderbeu i vitit të kaluar. Që pam ndryshe në këtë Skënderbej? Në këtë Skënderbej pam një fillim zhgënjues. Domethënë që në setin e parë, pikët e para, shkoi rezultati 6-3, 7-3. Domethënë u detyruar trajneri i Skënderbeut që në rezultatin 9-3 për Dritën të merrte të kishte konsumuar të dy pushimet. Po. Dhe kjo ishte diçka që ndikoi shumë edhe në mbarvajtjen e gjithë setit pasaj. Pam një Skënderbej i cili ishte i pafuqishëm në sulm. Si rrjedhoi e një topi të parë jo të mirë dhe si rrjedhoi edhe një organizimi jo të mirë. Dhe kjo u vure edhe në setet pasardhëse. Zhgënjuese pak organizatorja e Skënderbeut e cila... Pak një ndryshim të mungesë të aktivizimit të peshës, ndryshimi i saj. Jo, ajo u aktivizua se dhe parë dhe dytë, por nuk ishte në formën e saj më të mirë dhe ndoshta ndikoi dhe topi parë pak, sigurisht ndikojnë të gjitha. Ndoshta dhe çik sulmi nuk e favorizoi, por që pati një farë ndryshimi dhe vetë loja, vetë seti parë, ndikoi pasaj edhe në setin e dytë. Domethënë, shkoi një si rrjedhoi një vazhdimsi e setit dytë. Me futjen e pasuese së dytë, në setin e dytë, pati një farë ndryshimi. Po, edhe pikët flasin. Po, edhe pikët flasin, por një ndryshim i cili kishte krijuar te vajzat një mosbesim për fitoren. Dhe nuk ishin të gatshme për ta marrë një set të tillë. Gjë që pastaj reflektua në setin e tretë. Në setin e tretë u pa një ndoshta Skënderbeu i vërtet. Por në formacion ishte pasuesja tjetër, pasuesja e dytë, e cila punoi mjaft mirë, punoi si për organizimin, ashtu dhe për bllokun, ashtu dhe për shërbimin. Skënderbeu si Skënderbeu, për sa i përket dhe shërbimit të kryer, nuk krijoi as pikë, por nuk krijoi as vështirësi te ekipi kundërshtar. Gjë që ja lësoi punën Dritës, Prengës dhe lojtarëve të tjerë si dhe organizatores për të organizuar lojën më të mirë. Drita luti thjesht. Luti me një 4 të fuqishme, një lojtar mjaft e mirë në 4, luti me vinë e dytë me diagonalen, po një lojtare huaj dhe ajo, të cilat mbajtën një barë shumë të madhe në ekip. Ajo që më bëri përshtypje dhe që u pa qartësi ishte mbrojtja e ekipit Dritës.
Pra ishte një mbrojtje mjaft e mirë, mjaft e organizuar, lojtarët gjendeshin në pozicionet e tyre, në kohën e dur, në vendin e dur, dhe nga njerë duke sikur topi nuk binte në tokë. Pati disa inserte të shkëmbimit, për kohë të gjatë midis dy ekipeve, u fut dhe Skënderbeu pak në lojë, por jo ai Skënderbeu që duhet, duke përjashtuar liberon. Ajo është gjithmonë korrekte dhe është gjithmonë mjaft e mirë në detyrën e saj. Duket sikur është gjithmonë aty ku duhet. Ajo është strëmbullari gjithë mbrojtjes, por shoqet e saj nuk ishin aty ku duhesh. Skënderbeu çaloi dhe me lojtarët e huaj në sulm, nuk ishin aq të fuqishme. Atë që treguan setin e tretë, nuk e treguan më pasaj setin e katërt. Pra, pati një ndryshim midis seteve te Skënderbeu, i cili me sa e kuptova unë ishte i pafuqishëm dhe sikur nuk e besonte se mund të fitonte një ndeshje të tillë. Po nëse Skënderbeu do të kishte triumfuar setin e dytë ashtu si dhe të tretin që arriti të triumfojë, mund të flasë që mund të ishte? Unë besova se do e merrte setin e dytë. Domethënë ishin gabime të foshnjarake t'i quajmë kështu. Nuk duheshin bërë në ato pikë. Në ato pikë, se s'mundet ta humbish setin duke bërë një lojë pak a shumë të mirë, jo aty ku pritet të jetë Skënderbeu, por që filloi duke rregullu. Mendoj që po të kishte marrë setin e katërt, Skënderbeu do ishte më ndryshe. Besoj se do kishte shfaqur të gjithë aftësitë e tij si ekip. Megjithatë, loja është lojë, fiton zakonisht ai që është më i mirë, ai që i kryen detyrat më mirë, qoftë në sulm, qoftë në mbrojtje, dhe duke pas parasysh të gjithë kompleksitetin e lojës, mendoj që Drita e donte më shumë fitoren, e kërkoi më shumë, u përpoq më shumë, ishte më entuziaste, edhe po të shikoje, lojtarët ishin më entuziaste, kurse lojtarët e Skënderbeut ishin si të ndrojtur, ishin si të trembura, nuk e kuptova pse. Nuk ishte here parë që ndesheshin. Pikrisht për këtë arsye, nuk ishte pse të ishin në atë gjendje. Po nëse mund të flasim për pjesën e finales, pastaj e shohim këtë Dritë, aq entuziaste? Pjesa e finales, besoj se Drita ishte me pak fat. Në kuptimin e një ndeshje, midis Fer Voli dhe Ferizet që thamë, një ndeshje luftuar, një ndeshje e zgjatur mbi 2 orë, dhe një Ferizaj të lodhur. Sigurisht që të lodhur mund të themi në thonjza, por që si do qoftë ndeshje e një dite përpara me një intensitet të tillë nga 2-0 në 3-2 dhe duke luftuar deri në pikën e fundit, domethënë krijon emocione, krijon edhe lodhje psikologjike. Sigurisht. Sigurisht dhe konteksti fizik. Patjetër, të gjitha ndikojnë, kështu që dita e dytë, finalja, domethënë e gjeti Dritën më të shlodhur se sa Ferizaj. Drita luajti pothuajse njësoj, si dhe ndeshjen e parë me Skënderbeun. Ishte e qetë, ishte e duhur atje ku duheshin vu pikat mbi i në të gjithë aspektet e lojës, qoftë në mbrojtje, qoftë në sulm, qoftë në topën e parë, qoftë në blok. Ferizaj u përpoq, por jo si ndeshjen e parë. Në ndeshjen e parë që Ferizaj i cili sulmonte shumë nga qendra, të cilën në ndeshje me Dritën në aspektet, sidomos në setin e dytë e shfrytëzoi dhe pati rezultat. Lojën e qendrës me sa e parë që luani shumë mirë, qoftë lëvizja e lojtarit para, mbrapa ose me 3 hapësh. Por në ndeshje me Dritën nuk e shfrytëzoi të gjitha aftësitë. Thash, mund të kenë ndikuar të gjitha, lodhja, ana psikologjike, një mosbesim ndoshta përpara Dritës fuqishme, përpara një Drite e cila e kërkonte dhe donte patjetër ta merrte një revansh të vitit kaluar për të marrë kupën Gjergj Kastrioti. Drita punoi në të gjitha drejtimet dhe punoi me kujdes. Detyrat që i jepte trajneri, me sa kuptova, ishin të përcaktuara dhe ato u përpoqen dhe i zbatuan me korektësi. Domethënë ishin të vendosur atje ku duhesh. Dhe fal kësaj dhe fal një
ndeshje më përpara që Skënderbeu nuk u tregua ashtu siç duhet, ashtu siç e prisja unë të paktën ta shikoja Skënderbeun, i dha një rezultat pozitiv dhe një fitim të Kupës Gjergj Kastrioti dhe sigurisht është një merit të gjitha lojtarëve bashkë me trajnerin, me stafin, është një hap mjaft i mirë dhe për volejbolin e femrave të Kosovës, sepse sigurisht në një finalit të tillë u ndeshën 4 më të mirat, një nga ne dhe 3 nga ato, dhe sigurisht që këto të gjitha të bëjnë të mendosh për një të ardhmen dhe mendosh sigurisht për kampionatin. E vërtet. Mirë, ne nga Studio për te Rjetës kemi bërë një bashkëpunim drejt në studion e RTS Koçës, atje ku na ka folur në lidhje me sfidën e Skënderbeut, por sigurisht edhe e çurinë e Skënderbeut vetë trajneri Orlando Koja. Ndjekim insertin dhe rikthehemi në studio për diskutuar. Skënderbeu nuk ja doli të ishte triumfues në ligën Gjergj Kastrioti duke u eliminuar që në përballje ndaj Dritës në gjysmëfinale, ndryshe nga vjet kur Korçaret e Kojës ishin fitueset e kësaj lige, por çfarë nuk shkoi siç duhej këtë vit. Megjithëse kishim përgatitur mirë dhe njihnin kundërshtarin, siç duket vajzat nuk e mendonin se kjo ishte normalisht teorikisht kjo ishte skuadra më e lehtë që do kishim grup. Edhe nuk do dhe ashtu se skuadra e Dritës tregoi që jo vetëm na mundi ne, po fitoi edhe kupën, kështu që kjo ishte ndeshja më e fortë edhe neve nuk hym në fushë të përqendruar dhe më vonë munduam ta kthejmë ndeshjen, por nuk e arritëm. Kështu që ishte një rast i humbur që na vjen shumë keq se ishim përgatitur që ligën Gjergj Kastrioti që deri tani kishim fituar vetëm neve, e humbëm, kështu që keqardhje, po vazhdojmë përpara. Teksa foli për kundërshtarin dhe për këtë përballje, trajneri i Skënderbeut nuk nguron të vërë në dukje edhe ngjitjen e nivelit volejbollit kosovar si një tregues shumë domethënës. Volejbolli kosovar i femrave e ka ngritur nivelin, kështu fakti tregon edhe që ne ishim vetëm skuadra shqiptare që merrnin pjesë në atë kompeticion, për femra flas gjithmonë. Dhe kështu që niveli i tyre është niveli i lartë. Neve na pëlqet të luajmë nivel të lartë, kështu që nuk është e kemi, por sidomos fakti që këtu në kampionatin tonë nuk kemi pasur ndeshje shumë të forta edhe na ka penalizuar pak që ishim pak jashtë ritmit edhe u gjendëm përballë një skuadre që luajte me ritëm të lartë dhe u surprizuam. E kur bëhen disa edicione radhazi, sigurisht që çdo kush analizon ndryshimet nga njëri edicion në tjetrin, por cilat mund të quhen risit për Orlando Koja në këtë edicion të 4 të ligës Gjergj Kastrioti? Besoj se neve vazhdojmë progresin ton, edhe besoj se skuadra jonë jo vetëm që tani ka lojtarët huaj, por ka edhe shumë vajza të reja shqiptare që së shpejti do të dëgjohet emri, edhe kjo është një gjë shumë pozitive për neve. Për sa i përket ekipet të Kosovës, ekipet e Kosovës kanë nga ana investime janë shumë më lartë se neve, me ligjin e sponsorizimit ato kanë buxhete shumë të rëndësishme edhe arrin të bëjnë skuadra kompetitive dhe do jetë gjithmonë më vështirë t'i mundim. E pas mos përmbushjes së këtij objektivi për të qenë fituesit e ligës Gjergj Kastrioti nga Skënderbeu, si duket atmosfera në ekipin korçar? Gjithmonë humbja, po të dishta ta shfrytëzosh në mënyrë pozitive, do të jetë një stimul për të punuar më shumë, për të korrigjuar gabimet, se tani kemi aktivitete tjera të rëndësishme, kështu që e marrim me sportivitet, duke punuar më shumë, secili duke mbajtur përgjegjësinë e vet, duke filluar nga unë i pari, edhe vazhdojmë në objektivet e radhës që janë edhe më të rëndësishëm. Skënderbeu është pjesë e finales së Kupës së Shqipërisë, që është edhe objektivi i radhës për korçaret e sigurisht që do të luhet në shtëpinë e tyre në Tamara Nikola, por ç'mund të themi për këtë sfidë në përballjen ndaj Tiranës? Kupën e Shqipërisë kemi fatin e mirë që finale zhvillohet në Korçë në datën 14 mars, edhe do bëjmë ç'është e mundur që ta mbajmë në Korçë te Kupë. E kemi fituar edhe vjet, kështu që jemi të përgatitur, po punojmë shumë. Dhe gjitha energjit janë të fokusuar ke fitoria e Kupës. Pastaj do mendojmë për kampionatin.
Skënderbeu Kupën e Shqipërisë e ka fituar në Korçë dhe sigurisht edhe këtë vit është vendosur që finalet e Kupës së Shqipërisë të zhvillohen në Tamara Nikolla, një pallat sporti që sigurisht është shumë elektrizues me një tifozeri të zjarrt e lum Korça që i ka. Vërtet si mund ta presim këtë sfidë përpos tifozerisë që është e padiskutueshme një Skënderbeu përballë një Tirane? Sigurisht nga ndeshjet e zhvilluara për Ligën Gjergj Kastrioti, Skënderbeu është më i përgatit, besoj, se ka më shumë ndeshje, ka luajtur me ekipe të forta. Këtë gjë e pranoi edhe vetë trajneri, pra që në kampionatin shqiptar kemi pas ndeshje të lehta, ndeshje të cilat nuk e kanë favorizuar shumë për të ardhur drejt e... Por pashë pranoi edhe tjetër që nuk e morën shumë me shumë seriozitet ndeshjen me Dritën. Megjithatë, besoj se Skënderbeu do luftoj për ta mbajtur kupën, po unë kam shpresë që dhe Tirana do bëj të pamundurën për të treguar që është dhe ajo në lojë, jo vetëm për kupën, por edhe për kampionatin. Sepse ka treguar që kohët e fundit ka një përgatitje mjaft të mirë dhe besoj se do të jetë një kundërshtar mjaft i denj për ndeshjen e radhës. Megjithatë, ndeshja bëhet në Korçë. A mund të themi që do ndikoj patjetër do ndikoj. Patjetër do jetë pozitive për Skënderbeun, do jetë në krah të Skënderbeut. Është një tifozeri e cila ndër vite unë e njoh me vite që është mjaft dashamirëse ndaj volejbolit, qoftë për meshkuj, qoftë për femra, dhe besoj se unë shpresoj të bëhet një ndeshje e bukur, të bëhet tamam një finale e cila të jetë e denjë që na kënaqë të gjithëve, qoftë tifozerin, por qoftë edhe lojtarët të cilat do të ndeshen midis tyre, të kenë atë ndjenjen e fitores dhe të ndjenjen e një marrje të kupës me dinjitet. E vërtet. Mirë, pa diskutim pas reagimit të trajnerit të Korçës, radhën duhet ta ketë me domosdoshmëri dhe trajneri i Dritës, ata cilët ishin fitues të këtij trofeu të Ligës Gjergj Kastrioti. Do të ndjekim një insert me Lori Kilazin dhe rikthehemi në studio për diskutuar. Drita ishte triumfuesja e këtij edicioni të 4 të Ligës Gjergj Kastrioti, një trofe që mungonte në rrjeshtimin e tyre të trofeve. Ja si e ka parë këtë triumf trajneri Lori Kiljazi dhe si gjende Drita në këtë edicion të ri sportiv. Kjo kup erdhi si rezultat i punës, edhe pse ndoshta këtë vit ekipi nuk është në nivelet më të mira, duke marrë parasysh se ne këtë vit kemi bën ndryshimin e ekipit ku nga viti kaluar nuk kemi 11 lojtare bazë që kishim dhe kemi ndryshuar ekipin duke dashur që të japim mundësi gjeneratës të re dhe të krijojmë një gjenerat të re. Tani Drita para vetes ka edhe Kupën e Kosovës si dhe kampionatin, dy gjëra shumë të rëndësishme, por mbi gjithatë ne jemi shumë të lumtur që tani fillojmë edhe këto dy gara, i vazhdojmë me trofeun e lavdeshëm, trofeun e Ligës Gjergj Kastrioti dhe normal pritshmëritë tona janë që ne të ngritemi sa më shumë si në kampionat, ashtu edhe Kupën e Kosovës. Dy federatat, ajo e Shqipërisë dhe ajo e Kosovës, janë bërë bashkë për të organizuar aktivitete mjaft cilësore dhe ja çfarë mendimi ndan trajneri i Dritës për Ligën Gjergj Kastrioti dhe Kupën e Pavarësisë. Unë mendoj se organizimi i Ligës Gjergj Kastrioti është gjëja më e mirë që dy federatat mund ta bëjnë, duke marrë parasysh se aty marrin pjesë 4 ekipet më të mira kosovare dhe 4 ekipet më të mira shqiptare, që janë pjesë e një eventi shumë të rëndësishëm e volejbollit, si për volejbollin shqiptar, por gjithashtu edhe për volejbollin kosovar. Volejbolli kosovar dhe shqiptar janë dy sfera të cilat po e tërheqin njëra tjetrën dhe rreth ngritjes për cilësinë dhe ngritjen në nivelin sa më të mirë evropian. Kjo është gjëja më e mirë dhe pikërisht Liga Gjergj Kastrioti është ajo shtylla kryesore që këto dy federata, këto dy sporte, këto dy arena, thujmë ose këto dy fushat sportit, si në Kosovë dhe në Shqipëri, i qonë bashkarisht dhe i ngrit. Për te rjetës, ka zgjedhur dhe ta vendos pak në siklet Lorikun, e sidomos kur bëhet fjalë për shoqen e tij të jetës, Adelaida Prengën, e cila është edhe kapitenja e Dritës së Gjilanit. Ja çfarë thot bashkëshorti i Prengës së vogël sa i takon raportit brenda ekipit.
Adelaida ka vite që punojmë bashkë në ekip dhe ka vite që jemi bashkë në dritë dhe udhëheqim dritën, unë si trajner, kurse Adelaida është edhe kapiteni e ekipit, e cila vitet e fundit ka quar shumë trofe. Unë mund të them sepse ne përveç që jemi bashkëshort, jemi edhe dy shokët më të mirë të jetës, por megjithatë kjo ndonjëherë mund të them se mund të ndikoj për vetëm në gjëra pozitive, kurse ne e ndajmë shumë mirë sportin dhe jetën tonë personale, sepse duke e ditur se sikur Adelaida, sikur unë jemi profesionist dhe ne e dim se çfarë duhet të bëjmë në stërvitje dhe çka jo. Një çift shumë i lezetshëm në fakt, Loriku dhe Adelaide, gjej rastin t'i përshëndes dhe t'i falenderoj për këtë bashkëpunim në fakt me emisione për te rjetës, një kënaqësi e veçantë imja t'i kisha në studio, por sigurisht impenjimet e tyre në lidhje me sportin dhe aktivitetet që po zhvillon Kosova na bëri të pamundur në këtë puntat, por besoj dhe shpresoj që do t'jenë një nga puntatat e ardhshme. Ashtu siç e pyeta dhe Lorikun, sa e vështirë mund të jetë raporti trajner lojtare, por është bashkëshortja, shoqja e jetës. Unë besoj se ato të dy gjatë gjithë kohës jetojnë me voleybolin. Me sa kam parë dhe me sa në marrëdhëniet në fushë janë komplet në detyrat e tyre. Loriku është një trajner mjaft aktiv, entuziast. Ati çdo lëvizje, ati çdo ndjenjë që ka dhe çdo lëvizje e ka për voleybolin. Duket shumë i gjallë, duket i kam shumë me pasion këto lloj trajnerësh, të cilët e ndjejnë në çdo moment, çdo pikë, çdo lëvizje të lojtarëve në fushë. Kurse kapitenja mund të jetë bashkëshorte. Por me sa shoh është jashtë fushës lojës. Ajo në lojë është një lojtare e gjithanshme, për detyrën që ka, sigurisht, është një lojtare e cila edhe ajo e ndjen mjaft voleybolin, ato janë si familje. Gjithë bashkë. Gjithë bashkë, dhe kanë kontribuar, kanë një kontribut mjaft të madh në emrat të shquar të voleybolit shqiptar. Po, sigurisht në voleybolin shqiptar, po ajo po jep një emër edhe në voleybolin kosovar. Një gur themeli rëndësishëm i voleybolit kosovar. Dhe është mjaft aktive dhe ajo luan rolin e kapitenis në mënyrë të përsosur. Domethënë i sjell me lojën e saj, jo me allafe, jo me komunikimin vetëm, por edhe me lojën e saj, ajo të jep gjallëri në lëvizjet dhe në lojtarët e tjera. Pra, është vetë puna e saj që i detyron dhe lojtarët e tjera të ekipit të japin maksimumin dhe të bëjnë të pamundurën. Ashtu si që edhe Loriku pyet në insert përsa i përket Ligës Gjergj Kastrioti, por sigurisht edhe Kupa Pavarësia, janë dy aktivitete që kanë bërë bashk të dyja federatat shqiptare dhe asaj të Kosovës. Besoj 4 ekipet më të mira shqiptare dhe 4 kosovare, një ndërthurje perfekte për zhvilluar një ligë? Po, padyshim është një ndërthurje perfekte. Padyshim jep, jo vetëm jep ndeshje më shumë, por ndesh më cilësorët të dy vendeve. 4 ekipet e Shqipërisë me 4 ekipet të Kosovës. Dhe sigurisht që duke ushtuar ndeshjet me rivalizues, me kundërshtarë të cilët kanë cilësi, edhe vetë ekipi, vetë loja aty e çdo ekipi ngrihet. Besoj që kjo të ruhet dhe të mendohet dhe për diçka më të mirë. Ndoshta mund mos jenë 4, mund të bëhen dhe 6. Të shtohen ndeshjet. Por sigurisht që duhet të jenë edhe ekipet më poshtë këtyre të 4 të kenë një farë rivaliteti, të kenë një farë force, të kenë një farë zhvillimi dhe ato. Se jo dhe shkëmbimi. Po shkëmbimi që të rritemi bashkarisht. E vërtet. Të rritemi bashkarisht, ne dhe Kosova të kemi një volejbol cilësor, pse jo? E vërtet. Mirë, unë të falenderoj që ndam këtë pjesë të parë bashkë, sigurisht për të folur për kampionet e Ligës Gjergj Kastrioti, sigurisht edhe për aspiratat e Kupës së Shqipërisë, për finalet e Kupës së Shqipërisë, që do t'jenë fundjavën e ardhshme në Tamara Nikola. Ne do të jemi pas pak sërish bashkë në pjesën e dytë me 2 të ftuar shumë interesant.
Ato janë pikërisht fituesit e trofeut Ligës Gjergj Kasiroti në volejboll për meshkuj e ekipit Partizanit, vetë trajneri Ylli Tomori, sigurisht edhe MVP-ja e këtij edicioni Raul Sabli, që qëndronin me ne, vetëm pas pak kemi reklama.